Se cili shqiptar ka histori, dhe ajo që do t'ju tregoj tani, jam i bindur që do t'ju prek thellë. Dje kisha bërë një post në Facebook duke u kërkuar të gjithëve që të mund të shkruanin historinë e tyre. Një histori që i ka ndodhur gjatë jetës së tyre. Ka me qindra aty dhe siç ju thash do të duheshin vite të tëra që të tregojnë ato histori. Por njëra prej tyre më bëri që të mbushja syt me lot. Po ja u tregoj. Djaloshi që sot është rreth 60 vjeç, por në atë kohë ishte i ri, është me origjinë nga Malësia, quhet Alfred. Dhe unë do t'ja u tregoj ashtu siç e ka shkruar ky. Ishte viti 2000, prill i vitit 2000. Dhe Alfredi kishte zbritur në Vlorë sepse kishte dëgjuar që disa motoskaf shkonin drejt Italisë. Kishte marrë dhe disa para me vete, por ato para nuk i dilnin. Megjithatë ai së bashku me vllajin, me kushuririn dhe me disa të tjerë, kërkuan ku mund të shkonin që të mund të gjenin njeriu e dur për të ikur me motoskaf. Ndejtën ditë në Vlorë dhe Alfredi thotë që ai pjesë disa mbrëmje fjeti jashtë. Edhe pse bënte ftohtë, ai kishte marrë disa rroba dhe thoshte që fjeti në përpyet e Vlorës. Dhe ishte ftohur, nuk merrte dot frym nga ftohja dhe njëkohësisht edhe temperaturë. Më së fundi gjetën njeriu dhe u thanë se kur do niseshin. Ishin gjithsej rreth 38 veta. Kishte nga Vlora, nga Tepelena, nga Fieri, nga Korça, nga Elbasani dhe gjithandej. Njëri prej tyre u ndje keq atë mëngjes, sepse ishte herët vonë, ishte ora 4 e mëngjesit dhe u ndje keq dhe mendonte që nuk do t'i arrinte dot. Megjithatë hypën në motoskaf se pritën, sepse secili kishte paguar dhe filluan që të niseshin drejt Italisë. Bënte ftohtë në det, sidoqoftë, kishte pak dallgë, por ata vazhduan që të esnin. Tek mezokanali morën një lajm, njëri nga këta, pra nga skafistët, mori një lajm duke thënë që shikoni se përpara jush keni motoskafët e Guardia di Finanza, pra të shtetit italian. Në atë kohë, për ata që nuk janë të informuar, kishte urdhra që ata, pra Guardia di Finanza dhe policia, të mos i dëbonte refugjatët shqiptarë, por ndoshta të mund t'i detyronte që të ktheheshin mbrapsht. Në fakt ishte një periudhë që pa fund vinin motoskaf në Itali dhe shumë prej tyre dhe disa nga këta motoskafe dhe përmbyseshin gjatë udhëtimit. Ka patur disa raste, bile disa skafist edhe i kanë lënë në për ujëra gjatë momentit që ka rënë refugjatët, gjithmonë shqiptar. Pasi ju afruan brigjeve të Italisë, motoskafi, sepse ishin 2 motoskaf të Guardia di Finanza, u kërkuan shqiptarve që të mund të ktheheshin mbrapsht. Ata nuk dëgjonte dhe vazhduan që të esin me motoskaf shqiptarët drejt bregut italian. Mirëpo u dhan urdhër edhe njëherë, sepse siç ju thash kishte 2 ndje të mëdha në atë kohë dhe e bënin të përsëritshme këta skafistët, po thuaj çdo mbrëmje bënin këtë. Ose ndonjëherë në 2 ditë ose një në 3 ditë shkonin, merrin njerëz dhe i kthenin dhe i sillnin në Itali. Dhe tregohet që ishin të lidhur jo vetëm me shtetin shqiptar, por edhe me shtetin italian. Por tashmë shteti italian kishte dhënë urdhër që mos të lejoheshin më që të vinin më motoskaf të tillë, sepse e kishin bërë rrugë skafistët. Dhe si përfundim, motoskafi i Guardia di Finanza i kaloi rreth disa herë dhe nga dallgët e mëdha që u krijuan, motoskafi shqiptar u përmbys. Përplasja ishte e madhe. 21 njerëz humbën jetën nga ajo përplasje. Mirëpo gjatë asaj përplasje, ky zotëria, pra Afrim, po, nuk dinte asnjë fjalë italisht. Dhe përplasja e madhe e goditi në kokë. Pra ai u godit në kokë dhe ra në ujë. Si gjithë të tjerët edhe ky, me fjalë po përpëlitej që të mbetej mbi ujë dhe të mbante frymën që me shpresë ta shpëtonte dikush. Një nga skafistët
kishte salvagente, e kishte sipër trupit, nga ato salvagente që vjen në trup, por kishte edhe një salvagente tjetër nga ato që i vën ujë, nga ato trumullaktat, dhe nuk i afronte askujt. Nuk i afronte sepse ai kishte frikë se mos i afroheshin atij dhe e kapnin, ose ndoshta, siç tregon edhe Alfredi, ndoshta ose të tjerë, që mos të kapnin, sepse në moment që do të kapnin shqiptarët, pra refugjatët e tjerë, do të tregonin se kush ishte skafisti dhe do t'i rasnin brenda në burg. Dhe sepse ishte e pa diskutuar që do t'i kapte Guardia di Finanza, nga do shkonin në atë moment. Mirë po, pra shqiptarët, skafistët dhe kush ishte aty, nuk e ndihmuan as Alfredin dhe as të tjerët. Dhe disa prej tyre, pra 21 vet humbën jetën, por disa prej tyre mund edhe të shpëtoheshin. Njëri nga këta Guardia di Finanza, një djalë i ri, u zhyt me not dhe kapi Alfredin. Dhe desh Zoti që e shpëtoi. E mori, e futi në motoskaf dhe 2 të tjerë prej tyre, dhe vetëm sepse të tjerët i mori motoskafi tjetër, ishin 2 motoskaf të Guardia di Finanza. Kur e quan në spital, ai pas 7 ditësh e mori veten. 7 ditë ishte në koma. Dhe tregon se çfarë kishte ndodhur në koma. Gjëra të çuditshme, se unë nuk do të zgjatem me këtë për çfarë ndodhi në koma, por kryesisht ishin disa vëgime vërtet të çuditshme të një bote tjetër. Megjithatë, Alfredi, ajo që më bëri që të mbushja syt me lot, kur mori veten, nuk njihte askënd. Fillimisht, me fjalë, në orët e para, nuk njihte veten, kush ishte, nuk njihte askënd nga familjarët, asnjë. Nuk njihte se ku ishte, çfarë kishte bërë. Pra ai me kalimin e kohës i dhan një asistencë nga psikolog, nga mjek të specializuar, dhe si përfundim, dal nga dal ai e rekuperoi një pjesë të memorjes, por gjysmën e memorjes ai e ka humbur. Në fakt, shpeshherë kur flet, si thot Alfredi, shpeshherë kur flet për jetën e tij të kaluar, bën përplasje të disa fragmenteve të jetës tij kur ishte i vogël dhe fragmenteve kur është i rritur. Pra, kjo ndodh sepse në momentin që ka përplasje të madhe, është si puna e një pasqyre mendja. Në momentin që thyet, bëhet pjesë copa, varet se si shpërndahen këto copa. Pra ajo është memoria e njeriut. Disa copa mund të shkojnë në një vend, disa të tjera zbresin dhe shkojnë në një vend tjetër. Pra nuk është e qepur memoria, por pjesë të memorjes gjenden aty, dhe një pjesë prej tyre ai mban mend, një pjesë jo. Por mënyrën se si e ka treguar këtë histori më ka mbetur në kujtesë, sepse lexova shumë prej atyre deri natën vonë, kam lexuar disa nga këto histori, por historia e Alfredit më preku thellë. Sepse nuk ishte shqiptari i parë që ndodhi një keqësi e tillë. Po sa prej jush kanë histori të tilla? Unë do të dëshiroja që secili prej jush të tregojë një histori këtu në këtë video, një histori që i ka ndodhur, ose një histori të çuditshme, ose edhe një histori e dhimbshme, ose dhe argëtuese, e lumtur. Dhe sepse jeta, për mendimin tim, është vetëm një kujtim. Ne jetojmë me kujtime. Kështu që do të dëshiroja një komentin tuaj të një historie tuaj. Do t'ju lexoj. Dhe në qoftë se dëshironi një nga këto histori, ose 2 ose 3, disa nga këto histori, mund edhe t'i tregojmë këtu së bashku, mund t'i përgatisim edhe me video. Faleminderit që jemi për bashkëqipe. Faleminderit. Kush është rastësisht, gjithmonë, nëse është e mundur t'i bëj like faqes, nëse nuk e ka bërë ende, që të shihemi sërish, dhe faleminderit. Kalofshi bukur, një ditë të diel, të ëmbël dhe një javë të këndshme, për më tepër një muaj të mbar. Dhe më thoni ku do t'i bëni pushimet këtë vit. Hajde, kalofshi bukur.